Të nderuar shikues, u rikthyem në studio me personalitetin e ditës së sotme. Klubi futbollistik Shkëndija, që përfaqëson ngjyrat kuqezi, ka bërë bujë të madhe konkretisht në këtë periudhë të fundit, për shkak se u shpall kampioni i Maqedonisë së Veriut, për të pestën e radhazi. Për të folur konkretisht për sfidat, për të arriturat, për tifozët, për lojtarët dhe për të gjitha këto, edhe më në detaje, do të flasim me vetë trajnerin e këtij klubi, të cilin kemi nderin dhe kënaqësinë që sot të na nderojë në emisionin ton, zotëri Jeton Beqiri. Përshëndetje dhe mirë se na erdhët, profi. Përshëndetje dhe mirësevgjet. Ish kënaqësi dhe një falënderim i veçantë për ju, për emisionin, për televizionin, për respektin që keni treguar. Faleminderit shumë, në fakt është nder dhe kënaqësi që t'jeni pjesë e emisionit ton. Ju përgëzojmë për titullin, për punën, për përkushtimin dhe angazhimin e jashtëzakonshëm të juaj si trajner dhe njëkohësisht të lojtarëve të juaj. Faleminderit shumë. Faleminderit edhe juve urime, edhe përgëzime për shkak se Shkëndija është e përbashkët, është e gjithë tetovarëve, është e gjithë tifozëve dhe unë ndjej se edhe unë duhet t'ju uroj juve për titullin Shkëndijës. Pikërisht me Shkëndijë një miritur dhe për të gjithë neve ka qenë një krenari shumë e madhe. Për herë të parë ju jeni trajner gjatë kohës kur shpallet kampion Shkëndija. Do të thonë, më herët nuk keni qenë zëvendës trajner në për çmimet tjera që janë marrë. Është hera e parë një përvojë jashtëzakonshme. Patjetër, do të thonë kjo është hera e parë që jam trajner të Shkëndija si trajner i parë dhe është normalisht është edhe titulli i parë që e fitoj si trajner në Ligën e Maqedonisë, në Ligën e parë të Maqedonisë, kurse nga viti 2014 deri në vitin 2017, në disa periudha kam qenë pjesë e stafit teknik të Shkëndijës, pastaj edhe disa periudha të shkurta edhe si trajner i përkohshëm, por kjo është një eksperiencë e re, dhe me thënë që filloi vjet janarin e vitit kaluar. Bashkë më intereson, është privilegj apo është përgjegjësi më e madhe që jesh trajner i një klubi kaq të rëndësishëm? Patjetër, përveç privilegjit është edhe një përgjegjësi e madhe, është një sfidë e madhe, për shkak se dihet se Shkëndija jo vetëm se është një simbol i tetovarëve, por është edhe simbol i gjithë shqiptarëve në Maqedoni, por edhe më gjerë, për shkak se unë kam punuar edhe në Shqipëri dhe di që për Shkëndijën edhe shqiptarët e Shqipërisë kanë një respekt të veçantë, pastaj është klubi respektuar edhe në Kosovë dhe kjo bën që përgjegjësia dhe sfidat jetë akoma më e madhe për trajnerin e Shkëndijës normalisht. Do të vazhdoni të drejtoni këtë ekip edhe në sezonin e ardhshëm? Po normalisht ekziston dëshira për të vazhduar projektin më tutje dhe normalisht tani është koha ku kryesia e klubit bën përgatitjet, bën programin, bën analizat dhe besoj që ditën e vazhdim do ulemi dhe do flasim për vazhdimsinë tonë personale, pastaj edhe për vazhdimsinë e skuadrës dhe shpresoj në njëjtën kohë që bëhet më e mira për Shkëndijën. Ka qenë emocionuese të kthehemi tek titulli kampion. Njëkohësisht ka qenë një krenari shumë e madhe për gjithë shqiptarët që Shkëndija të jetë kampion dhe të kthehet aty ku e ka vendin kupa. Po megjithatë ju si e pritët, edhe si staf, edhe lojtarët, cilët ishin pritshmëritë e juaja? Prisni që të shpalleni kampion? Nga fillimi i kampionatit, domethënë unë kisha një lloj bindje se Shkëndija do jetë një ndër skuadrat e cila do të dominoj këtë kampionat dhe nëse merremi edhe statistikisht nga 33 xhiro sa kemi luajtur, në 26 apo 7 xhiro ne kemi qenë në vend parë, domethënë nuk është diçka e rastësishme dhe edhe numrat, edhe statistikat tregojnë që kemi qenë skuadra më e mirë e kampionatit dhe unë jam i lumtur për këtë, pavarësisht se ky kampionat ka qenë me shumë pengesa dhe probleme dhe kjo që e ka vështirësuar garën, por e fundit dhe më e rëndësishme është kur mbaron gjithçka dhe mbaron i pari të Shkëndija shpallet kampion. Kjo është për mua më e rëndësishme nga gjithçka. Përmendet problemet, vështirësitë, cilët kanë qenë sfidat me të cilët apo vështirësitë me të cilët jeni përballur si ekip, si klub futbollistik gjatë këtij kampionati? Normalisht çdo kampionat ka edhe vështirësitë e veta, për shkak se ekzistojnë momente ku skuadra futet në krizë apo jo diçka shkon në bazë të asaj që ne presim apo planeve që bëjmë.
por në përgjithësi unë kam qenë i kënaqur me stabilitetin e skuadrës gjatë gjithë kampionatit dhe mendoj që sfidat dhe pengesat më të mëdha të Shkëndijës këtë kampionat kanë qenë dhe mbeten normalisht fushat e vështira kur luajmë jashtë të tovës, për shkak se ka disa vende ku nuk të lejojnë kushtet që shprehesh atë futbollin të cilën ti e stërvit çdo ditë dhe e posedon. Pastaj edhe për hir të vërtetës ka pasur edhe disa gabime të arbitrave të cilët kanë ndikuar në rezultat për fat keq kundër neve, edhe mungesa e varit, sistemit VAR është shumë pengesë e madhe edhe për arbitrat, por edhe për ne. Dhe besoj që në kampionatin e ardhshëm me vendosjen e këtij sistemi, besoj se disa gjëra do lehtësohen me kalimin e kohës. Cilat kanë qenë ndeshjet më vendimtare që e morët titullin, që kanë ndikuar në marrjen e titullit? Të them drejtën, çdo ndeshje është e rëndësishme në një kampionat, kurse çdo ndeshje shumëzohet me 3 pikë, rast fitore dhe kur humbet, i humbet pikët. Kështu që nuk do doja të dalloj ndonjë ndeshje të veçantë, por mendoj që dallimi që Shkëndija ose diferenca që Shkëndija të shpallet kampion është u bën pranverë në ato ndeshjet e para ku Shkëndija për shembull nga 7 ndeshje apo 8 ndeshje kishte një humbje dhe 7 fitore dhe këto ishin domethënë ndeshje dhe stabilitet ku unë isha i sigurt që mbas kësaj ecurie ne do jemi ato të cilat të gëzohemi në fund. Dhe fitoria në disa fusha të rënda me skuadrat serioze të cilat luftonin për mbijetesë. Në ato fusha kur fituam, besoja dhe shpresoja që ne do jemi ato të cilët do të përfundojmë të parët në fund të kampionatit. Të flasim edhe pak për ekipin, për lojtarët, për futbollistët. Si arrini ta menaxhoni situatën në mes të lojtarëve të ri dhe atyre të cilët janë më me përvojë në këtë skuadër, meqense vetë jeni trajneri i kësaj skuadre? Patjetër, ne këtë vit kishim një grup futbollistësh cilësor, por diçka që ishte akoma më e rëndësishme është se kishim një grup futbollistësh të cilët kishin shumë lidhje shoqërore apo edhe profesionale në mes veti. Dhe kjo ishte ndoshta forca jonë më e madhe, për shkak se një grup i futbollistëve më me eksperiencë ishin ato të cilët bënin diferencën për të mirë dhe grupi i futbollistëve të ri dhe ato me moshë mesatare, pastaj u bashkuan dhe u krijuan një grup i rëndësishëm ku patjetër e kam ta përmend se një ndër liderët e skuadrës brenda dhe jashtë fushës këtë vit ishte Besart Ibrahimi, jo vetëm me golet e shënuar apo asistimet e bëra gjatë ndeshjes, për shkak se besoj se edhe shumë futbollistë tjerë kanë bërë kampionat mirë, kanë shënuar gola, kanë bërë asistime, kanë dhënë maksimumin, kanë mbrojtur mirë, se duhet përmenden edhe ato futbollistët të cilët janë në mbrojtje apo edhe portieri, kështu që besoj që gjithë kanë bërë mirë, por ndikimi i Besartit në aspektin e motivimit, në aspektin e sjelljes dhe kulturës është diçka që ne kishim plus si një lloj benefiti shtesë këtë vit. Ndërkaq të flasim pak për ndoshta ndryshimet që do të bëhen apo që pritet të ndodhin në këtë skuadër, do të ketë përforcime në edicionin e ri? Prisni që të ketë ndonjë përforcim në këtë drejtim? Patjetër, ne jemi në analizë sipër sa i përket kampionatit që ka kaluar dhe kjo është më e rëndësishme dhe duhet të nxjerrim konstatime se ku duhet ekipi të përforcohet. Në bashkëpunim me kryesinë e klubit jemi duke analizuar, ata konkretisht më shumë janë duke punuar për sjelljen e disa futbollistëve cilësor me qëllimin e vetëm që kualiteti i skuadrës të ngrihet dhe Shkëndija të vazhdojë të ka rezultate pozitive. Të flasim edhe për një tjetër gjë shumë të rëndësishme. Kjo fitore sigurisht që i takon lojtarëve të cilët janë në fushë, stafit, po megjithatë edhe tifozëve apo ballistëve në këtë rast. Sa dhe si festuan ballistët këtë fitore kaq të madhe të Shkëndijës, por megjithatë edhe ata janë pjesë e kësaj fitore sepse ato i motivojnë më së tepër lojtarët përmes duartrokitjeve dhe përmes mbështetjes që u japin. Patjetër, përveç futbollistëve dhe gjitha strukturave në klub, duke nisur nga pronari dhe deri tek punëtori i fundit, janë gjëra të rëndësishme në futboll dhe një ekip futbolli, por tifozët janë diçka që janë të pandarë se përket ekipit, kurse tifozët e tovarë dhe në veçanti ballistët gjithmonë kanë qenë një suportues shumë i madh i skuadrës që për fat keq
këtë gjysmë sezon, diku nga fundi, ne nuk kishim fizikisht mbështetjen e tyre për shkak të dënimit, kurse në aspektin e përkrahjes ne gjithmonë ndiheshim se kemi përkrahjen e tifozëve dhe kjo ishte një shtys tepër, më tepër për t'i gëzuar edhe ato dhe të shpallemi kampion në fund kampionatit. Dhe për mua si një person i cili kam qenë të Shkëndia, si një person i cili jam rritur këtu, nuk është ndonjë çudi e madhe për krahjet të cilën e bëjnë ballistët, për shkak se ato kanë ditur edhe të sakrifikojnë akoma më shumë për këtë skuadër, t'japin gjithmonë në mbështetje maksimale kësaj skuadrës dhe shpresoj që suporti apo përkrahja që kanë dhënë gjatë gjithë kohës të vazhdojë akoma më shumë dhe shpresoj që edhe ne, edhe ekipi si Shkëndi t'i gëzoj sa më shumë me rezultate pozitive për shkak se unë besoj që tifozët, ballistët dhe Shkëndia janë një binom që nuk ndahet kollaj. Sigurisht. Megjithatë, gjatë këtij kampionati, profesor, a keni hasur ndonjë padrejtësi, sepse ju si profesionist i këtij drejtimi ndoshta edhe i vëreni. Ka pasur padrejtësi në këtë drejtim? Ka pasur disa ndeshje ku e kemi ndjerë se diçka nuk shkon se përket referimit apo se përket edhe fushave të cilët për të qeshur ndonjëherë edhe qëllimisht lihen pa mos u korrur si duhet, pa mos u rregulluar si duhet, me qëllim që të pengohet ekipi, por besoj që këto pengesa në momentet veçanta na kanë bërë akoma më të fortë, akoma më shumë futbollistët kanë dhënë maksimum me qëllimin e vetëm që të arrihet ai qëllimi që ishte nga fillimi i kampionatit. Dhe ai ishte vetëm që ne në fund të shpallemi kampion. Ku e shihni klubin e Shkëndisë në të ardhmen? Patjetër Shkëndia është një projekt i cili është në zhvillim e sipër dhe është një projekt i cili rritet, besoj unë. Normalisht shumë gjëra tani varen edhe nga tregu për shkak se si edhe gjatë jetës, edhe në sport gjërat ndryshojnë dhe evolojnë, kështu që është e rëndësishme të ndiqet trendi dhe besoj që Shkëndia do arrijë që të ngrit nivelin e vet, se i përket lojës, se i përket kushteve normalisht që përmirësohen me ndërtimin e stadiumit dhe me disa merimetime që bën Shkëndia gjithmonë në përmirësimin e kushteve dhe në përmirësimin e mundësive që futbollistët përmirësohen normalisht pastaj. Edhe gjithashtu insistohet gjithmonë që të sillen futbollistë më cilësor. Unë jam i mendimit që duhet pak fat në garat evropiane që të bëhet një hap i rëndësishëm dhe atje të arrihet diçka të cilën Shkëndia deri në këtë moment nuk e ka arritur, por do të përmendim se gjeneratat e mëparshme, trajnerët e mëparshëm, futbollistët e mëparshëm kanë bërë me punën e tyre që Shkëndia të jetë një skuadër e respektueshme në Europë, veçanërisht para disa sezoneve kanë bërë paraqitje të jashtëzakonshme, por sistemi atëhershëm i garave ishte pak më i rëndë se sikur të ishte sistemi i sotshëm i garave. Besoj që Shkëndia 1 apo 2 herë apo ndoshta edhe 3 herë do garonte në grupet e konferencës tani, siç kemi, si quhet Liga e Konferencës. Por sa e përgatitet skuadrën, sa u përgatitet ju bashkë me skuadrën për këtë kampionat? Përgatitje edhe fizike, edhe psiqike ndoshta? Patjetër, unë besoj që skuadra kushtet në fillim kampionatit nuk ishin nga më të mirat, për shkak se ne erdhëm nga një sezon ku humbëm titullin në fund kampionatit. Në fakt nuk arritëm të fitojmë titullin për shkak se ne ishim me pikë mbrapa dhe arritëm që deri në fund të konkurrojmë. Dhe të them drejtën, për ne si staf, por edhe për futbollistët ishte një lloj goditje në aspektin psikologjik dhe kemi vuajtur jo pak këtë aspekt, por pikërisht për mua është i fuqishëm ai person i cili din të ringritet pas humbjes. Dhe ne këtë e bëm, u riorganizuam, punuam shumë, luftuam shumë, normalisht edhe vuajtëm shumë gjatë një kampionati se ka edhe pengesa, ka edhe probleme. Por besoj që me plot merit dhe me ndihmën apo me maksimumin që dhanë futbollistët dhe të gjithë strukturat në klub, për shkak se nuk do isha korrekt nëse nuk do kisha cekur edhe të gjithë ato të cilët punojnë në prapaskenjë që ekipi të ketë kushtet për punë, për stërvitje dhe për ndeshje. Normalisht duke mos harruar asnjë moment edhe
pronarët, konkretisht familjen Destani, për shkak se ato janë ato të cilët garantojnë gjithçka që në skuadër të funksionojë gjithçka siç është më së miri. Cili mendoni që ka qenë ai çelësi ose ai kontributi më i madh në këtë kampionat që solli deri tek ky titull kaq i madh? Ku mendoni që ka qenë ai suksesi më i madh që solli këtë sukses si kampion? Unë mendoj se gjatë gjithë këtyre viteve Shkëndija ka pasur skuadër cilësore, por momentet veçanta prishin balancat dhe skuadra nuk funksionon ashtu si duhet, por këtë vit besoj që grupi i bashkuar i futbollistëve, dëshira e madhe përfitore, për shkak se bëhej viti 4 pa një trofe në Tetov, ishte kampionati 4 që Shkëndija nuk fitonte. Besoj që çelësi kryesor ishte dëshira e të gjithëve në klub për të shpallur Shkëndin kampion, por veçanërisht e futbollistët, të cilët çdo ditë punonin shumë, djersisnin shumë, jepnin maksimumin dhe besoj që edhe nga Zoti ishte një lloj shpërblimi të cilët unë besoj që totalisht ata dhe ne merituam këtë vit. Sigurisht që po. Kur do të fillojnë përgatitjet për garat europiane? Ne kemi caktuar datën 5 qershor për rifillimin e fazës përgatitore, për shkak se garat evropiane fillojnë shumë herët. Futbollistët janë në pushim të merituar, normalisht ata edhe punojnë për shkak se janë profesionistë edhe punojnë në mënyrë individuale, por besoj që në këtë periudhën verore edhe një pushim 3 javor është i mirë se ardhur, edhe për aspektin fizik, edhe për aspektin psikologjik, pastaj edhe për aspektin e dëshirës për futbollin, për shkak se gjatë pushimit rikthehet dëshira për stërvitje dhe për futboll, dhe besoj që ato do rikthehen në ekip me shumë dëshirë, me shumë entuziazëm dhe me shumë uri për sukseset tjera. Dhe të flasim pak edhe për festën pas marrjes së titullit, fest, muzikë, festuan tifozët, festuat ju si skuadër, si kaluat në pak, çfarë përjetimi ishte të festosh së bashku për një sukses kaq të madh? Patjetër, pjesë e festës ishin të gjitha ato të cilët janë të lidhur ngushtë me Shkëndijën dhe unë dua të shfrytëzoj rastin që edhe një herë tani nga ju këtu, nga emisioni juaj, ti përshëndes, ti falenderoj për përkrahjen, gjithashtu edhe t'ju uroj titullin edhe një herë, pavarësisht se ne edhe personalisht jemi munduar të gjithë t'i urojmë. Edhe organizimi që ishte në një ambient festiv dhe besoj që të gjithë ata të cilët ishin të pranishëm e shijuan dhe besoj që u ndajtën të kënaqur dhe të lumtur pas përfundimit. Shumë e bukur. Po, megjithatë kam edhe një pyetje tjetër. Çfarë mendoni për klubin futbollistik Arsimi, një skuadër në ligën e parë? Çfarë vlerësimi jepni për këtë klub? Duke pasur parasysh situatat futbollistike këtu të rajonit, Tetovës dhe Kosivarit, që unë i njoh shumë mirë, unë besoj që inkuadrimi i Arsimit në ligën e parë të Maqedonisë është një sukses jashtëzakonshëm, jo i zakonshëm, por jashtëzakonshëm, duke marrë parasysh që unë e di se me çfarë problemesh ato ballafaqohen, se nuk kanë pasur stadiumin e vet dhe gjitha ndeshjet kanë qenë detyruar të luajnë në Gostivar apo në fusha tjera. Por ata persona janë për t'i përshëndetur, janë për t'i uruar, edhe unë gjej rastin që nga emisioni juaj t'i uroj për inkuadrimin në ligën e parë, pavarësisht se ne vitin e ardhshëm do jemi kundërshtar direkt, por ajo miqësia që ekziston ndërmjet neve si persona dhe si skuadër do të ekzistojë gjithmonë, pavarësisht se gjatë 90 minutave ne jemi kundërshtar, pastaj jemi miq dhe kolegë. Kjo është e rëndësishme, por doja edhe një herë t'i uroj dhe t'i përgëzoj për punën e jashtëzakonshme që kanë bërë dhe besoj që me futbollin e treguar me plot merit kanë merituar që të jenë nga ato dy skuadrat të cilët i bashkangjitën elitës futbollit vendor për vitin e ardhshëm. Faleminderit për këtë vlerësim. Cila do të ishte porosia për në fund, ndoshta ku ka mënyrë më të mirë se sa falenderimet publike nga studiot televizive për të gjithë ata që ju kanë mbështetur dhe kontribuar. Njëkohësisht ne ju falenderojmë edhe një herë që ishi pjesë e këtij emisioni. Patjetër, unë dua që të falenderoj të gjithë ata të cilët kontribuojnë për Shkëndijën, duke nisur nga pronarët e gjithë tjerë që marrin pjesë në klub. Një falenderim i veçantë shkon edhe për tifozët dhe për krahasit e Shkëndijës,
po ashtu mos harroj dhe më meritorët që janë futbollistët, gjithashtu gjej mundësinë që të falenderoj edhe ato personat të cilët na kanë kritikuar apo edhe na kanë ofenduar në momentet veçanta, për shkak se edhe ato kontribojnë ndoshta më shumë se tjerët për arritjen e rezultateve pozitive, për shkak se ndonjëherë edhe ato kritikat motivojnë më shumë apo detyrojnë që të hapish sytë më shumë, edhe gjithashtu rritet motivi apo rritet edhe koncentrimi apo fokusi në punë dhe gjithçka tjetër. Një falënderim i veçantë edhe për ju si emision të cilët gjithmonë jeni përkrahës për Shkëndijin, edhe gjithashtu edhe televizionit tuaj, i cili para çdo ndeshje apo edhe pas ndeshjeve me intervista, me motivime për futbollistët, për klubin dhe për gjithçka tjetër, kontriboni që sportin të konkretisht futbollit të arritet, dhe unë gjej mundësinë dhe rastin që të falenderoj. Gjithashtu nga klubi Shkëndijës ne kemi zgjedhur që udhërojmë juve dhe emisionit apo edhe televizionit një fanel të ekipit, që të gjej mundësinë që të ju të japë për momentin. Gjithashtu është respekt. Faleminderit në emër të stafit të këtij emisioni, ju falenderoj shumë. Gjithashtu edhe një shall të tifozëve. Patjetër të ekipit ta kthej si duhet, për shkak se duhet të respektohet edhe situata. Shumë faleminderit. Dhe shpresoj që ta mbani me shumë krenari, me shumë kujdes dhe në çdo ndeshje. Respekt maksimal për ju. Faleminderit edhe një herë profesor, faleminderit shumë për këto dhurata kaq të bukura, sinqerisht dhurata më e bukur në emision nuk kishim marrë më herët. Faleminderit juve që gjithmonë ndani kohë të jeni pjesë e emisionit ton. Ne si staf ju falenderojmë që edhe sot nda atë kohë krahas angazhimeve shumëta që tani keni për përgatitje, nda atë kohë që jeni pjesë e emisionit, ju falenderojmë dhe urojmë që në të ardhmen të shihemi me suksese, sigurisht sukses më të madh se ky nuk besoj të ketë, por megjithatë vetëm për të mira dhe për suksese të ju kemi nëpër emisionet tona. Faleminderit shumë edhe juve edhe një herë, kurse kënaqësia ishte ime. Faleminderit edhe një herë. Faleminderit. Të nderuar shikues, ishte kjo pjesa me personalitetin e ditës. Ju vazhdoni qëndroni dhe më tutje me ne, rikthehemi pas pak.